Data 3 maj. Numrat. Kapitulli 10. Dhe Zoti I foli Mojsiut, duke I thënë: Bëj 2 bori për argjendi. Do t'i bësh me argjend të rrahur. Do t'i përdorësh për të thirrur asamblen dhe për të lëvizur fushimet. Në tingullin e të dyjave gjithë asambleja do të mblidhet pranë teje, në hyrje të çadrës së mbledhjes. Në tingullin e të njërës bori, prisit, krerët e divizioneve të Izraelit do të mblidhen pranë teje. Kur do t'i bini alarmit për herë të parë, ata që janë në lindje do të vihen në lëvizje. Kur do t'i bini alarmit për herë të dytë, ata që janë në jug do të vihen në lëvizje. Duhet t'i bini alarmit që të vihen në lëvizje. Kur duhet të mblidhet asambleja, do t'i bini boris, pa I rënë alarmit. Do t'u bien borive bijtë e Aronit, priftërind. Ky do të jetë një statut I përjetshëm për ju dhe për trashëgimtarët tuaj. Kur në vendin tuaj të shkoni në luftë kundër armikut që ju shtyp, do t'i bini alarmit me borit. Kështu do të kujtoheni përpara Zotit Perëndis tuaj dhe do të çliroheni nga armiqtë tuaj. Po kështu, në ditët tuaja të gëzimit, në festat tuaja të caktuara dhe në fillim të muajve tuaj të parë, do t'u bini borive me rastin e holokausteve dhe të flijimeve tuaja të falënderimit. Dhe kështu ato do të bëjnë që të kujtoheni përpara Perëndis tuaj. Unë jam Zoti, Perëndia juaj. Por ndodhi që në vitin e dytë, në muajin e dytë, ditën e 20 të muajit, reja u ngrit mbi tabernakullin e dëshmisë. Dhe bijtë e Izraelit u nisën për rrugë duke lënë shkretëtirën e Sinait. Pastaj reja u ndal në shkretëtirën e Paranit. Kështu u nisën për rrugë herën e parë sipas urdhrit që Zoti kishte dhënë me anë të Mojsiut. I pari lëvizi flamuri I kampit të bijve të Judës, I ndar sipas formacioneve të tij. Divizionin e Judës e komandonte Nahshoni, bir I Aminadabit. Nethaneeli, biri I Cuarit, komandonte divizionin e fisit të bijve të Isakarit, ndërsa Eliabi, biri I Helonit, komandonte divizionin e fisit të bijve të Zabulonit. Pastaj u çmontua tabernakulli dhe bijtë e Merarit dhe të Gershonit u nisën për rrugë duke transportuar tabernakullin. Pastaj u vu në lëvizje flamuri I kampit të Rubenit, I ndar sipas formacioneve të tij. Divizionin e Rubenit e komandonte Elicuri, biri I Shedeurit. Shelumieli, biri I Tsurishadait, komandonte divizionin e fisit të bijve të Simeonit, ndërsa Eliasafi, biri I Deuelit, komandonte divizionin e fisit të bijve të Gadit. Pastaj u vu në lëvizje Kehathitët, duke transportuar sendet e shenjta. Ata do të ngrinin tabernakullin para ardhjes së tyre. Pas kësaj u nis flamuri I kampit të bijve të Efraimit, I ndar sipas formacioneve të tij. Divizionin e Efraimit e komandonte Elishama, biri I Amihudit. Gamalieli, biri I Pedahatsurit, komandonte divizionin e fisit të bijve të Manasit, ndërsa Abidani, biri I Gideonit, komandonte divizionin e fisit të bijve të Benjaminit. Pastaj filloi të lëviz flamuri I kampit të bijve të Danit, I ndar sipas formacioneve të tij, që përbënte praparojen e të gjitha kampeve. Divizioni I Danit komandohej nga Ahiezeri, biri I Amishadait. Pagieli, biri I Okranit, komandonte divizionin e fisit të bijve të Asherit, ndërsa Ahira, biri I Enanit, komandonte divizionin e fisit të bijve të Neftalit. Kjo ishte radha e marshimit të bijve të Izraelit sipas divizioneve të tyre. Kështu u vu në lëvizje. Por Mojsiu I tha Hobabit, birit të Reuelit, Midianitit, vjerri I Mojsiut: Ne po vihemi në marshim drejt vendit për të cilin Zoti ka thënë unë do t'ju jap. Eja me ne dhe do të bëjmë të mira, sepse Zoti ka premtuar gjëra të mira Izraelit. Hobabi u përgjigj: Unë nuk do të vi, por do të kthehem në vendin tim të afërmit e mi. Atëherë Mojsiu I tha: Mos na lër, sepse ti e di ku duhet fushojmë në shkretëtir dhe ti do të jesh si syt për ne. Nëse vjen me ne, çdo të mirë që do të na bëjë Zoti, ne do ta bëjmë ty. Kështu u nisën nga mali I Zotit dhe ecën 3 ditë, dhe arka e beslidhjes së Zotit shkoi para tyre gjatë një udhëtimi prej 3 ditësh, për të gjetur një vend ku ata të pushonin. Dhe reja e Zotit qëndronte mbi ta gjatë ditës kur niseshin nga kampi. Kur nisej arka, Mojsiu thoshte: Çohu o Zot, me qëllim që të shkatërrohen armiqtë tu dhe të ikin me vrap para teje ata që do urrejnë. Dhe kur ndali thoshte: Kthehu o Zot pranë morisë së madhe të njerëzve të Izraelit. Psalmi 46. Perëndia është për ne një stre dhe një forcë, një ndihmë gjithnjë e gatshme në fatkeqësi. Prandaj ne nuk do të kemi frikë, dhe sikur toka të luajë dhe malet të hidhen në mes të detit, dhe ujërat e tij të tërbohen dhe të shkumojnë, dhe malet të dridhen në fryerjen e tij.
Është një lumë, brigjet e të cilit mbushin me gëzim qytetin e Perëndisë, vendin e shenjtë ku banon shumë i larti. Perëndia është në mes të tij. Ai nuk do të luajë nga vendi. Perëndia do ta ndihmojë në dritat e para të mëngjesit. Kombet do të zjejnë, mbretërit do të tronditen. Ai dërgoi jashtë zërin e tij. Toka u shkri. Zoti i ushtrive është me ne. Perëndia e Jakobit është streha jon. Eja një dhe admironi veprat e Zotit që ka bërë mrekulli mbi tokë. Ai bën që të pushojnë luftrat deri në skajet e tokës. Ai prish harqet dhe thyen shtizat dhe djeg qerret me zjarr. Ndaluni dhe pranoni që jam Perëndi. Do të ngrihem lart midis kombeve, do të ngrihem lart mbi tokë. Zoti i ushtrive është me ne. Perëndia e Jakobit është streha jon. Psalmi 47. Duart rokisni o popuj, kremtojeni Perëndin me britma triumfi, sepse Zoti shumë i larti është i tmerrshëm, një mbret i madh mbi gjithë dheun. Ai do të na nënshtrojë popujt dhe kombet do t'i vërnë në këmbët tona. Ai do të zgjedh për ne trashëgimin ton, lavdinë e Jakobit që ai e do. Perëndia është ngritur në mes brohoritjesh gëzimi, Zoti me tingujt e borive. Këndojini lavde Perëndis ton, këndojini lavde. Këndojini lavde mbretit ton, këndojini lavde, sepse Perëndia është mbreti i gjithë dheut. Këndojini lavde me zotësi. Perëndia mbretëron mbi kombet, Perëndia ulet mbi fronin e tij të shenjtë. Princat e popujve, populli i Perëndis të Abrahamit janë mbledhur bashkë, sepse Perëndis i përkasin burojat e tokës. Atë e lëvdojnë me të madhe. Kënga e këngëve, kapitulli 8. Ah, sikur të ishe ti si një vëlla im, që mënd në gjitë e nënës sime. Duke të gjetur jashtë, do të puthja dhe askush nuk do të më përçmonte. Do të çoja dhe do të fusja në shtëpinë e nënës sime. Ti do të më mësoje dhe unë do të jepja për të pirë verë aromatike. Lëng nga shega ime. Dora e ti e majt qoftë në kokën time dhe e djathta e ti më përqafoft. O bijat e Jeruzalemit, ju lutem shumë mos e shqetësoni dhe mos e zgjoni dashurinë time, derisa kështu t'i pëlqej. Kush është ajo që del nga shkretë të tjera, duke u mbështetur tek i dashuri i saj? Të kam zgjuar në mollën, ku nëna jote të ka lindur, ku ajo që të ka lindur të ka nxjerrë në dritë. Më vër si një vul mbi zemrën tënde, si një vul mbi krahun tënd, sepse dashuria është e fortë si vdekja, xhelozia është e ashpër si sheoli. Flakët e saj janë flak zjarri, një flak që përvëlon. Ujrat e mëdha nuk do të mund ta shuajnë dashurinë, as lumejnë ta përmbytin. Në rast se dikush do të jepte tërë pasuritë e shtëpisë së tij në këmbim të dashurisë, do të përbuzej me siguri. Ne kemi një motër të vogël që ende nuk ka sis. Çfarë do të bëjmë për motrën tonë ditën që do të flitet për të? Në qoftë se është një mur, do të ndërtojmë mbi të një pallat për argjendi. Në qoftë se është një portë, do ta forcojmë me të rrasa kedri. Unë jam një mur dhe siset e mia janë si kulla. Prandaj në sytë e tij jam bërë si ajo që ka gjetur paqen. Salomoni kishte një vresht në Balhamon. Ai u besoi disa rojtarëve, se cili prej tyre duhet i çonte si fryt të tij 1000 sikle argjendi. Vreshti im që është imi ndodhet para meje. Ti Salomon mbaj 1000 siklat dhe rojtarët e frytit të tij marshin 200. Ti që banon në kopshte, shokët po dëgjojnë zërin tënd, bëj ta dëgjoj dhe unë. Eja shpejt i dashuri im dhe ngjaj një gazele apo një sute në malet e aromave. Hebrejve, kapitulli 8. Dhe kryesorja e atyre gjërave që po themi është kjo. Ne kemi një kryeprift të tillë, i cili u ul në të djathtë të fronit të madhërisë në qiejt, shërbenjës i shenjtërorës dhe i tabernakullit të vërtet, të cilin e ngriti Zoti e jo njeriu. Sepse çdo kryeprift vihet për të ofruar dhurata dhe flijime, prandaj është e nevojshme që edhe ai të ketë diçka që të ofrojë. Sepse nëse të ishte mbi dhe, nuk do të ishte as prift, sepse ka priftërinë të cilët ofrojnë dhuratat sipas ligjit, që shërbejnë sipas shembullit dhe hijes së gjërave qiellore, ashtu si u lajmërua në mënyrë hyjnore Mojsiu kur po përfundonte tabernakullin. Shiko, tha, ti bësh të gjitha sipas modelit që të qet treguar në mal. Por tani Krishti mori një shërbes edhe më të shquar, sepse është ndërmjetësi një beslidhjeje më të mirë
që bazohet mbi premtime më të mira, sepse në qoftë se beslidhja e parë do të qejë pa tëmet, nuk do të kërkohej vend për një të dytë, sepse Zoti duke i qortuar thot: ja, po vin ditët, thot Zoti, kur do të bëj një beslidhje të re me shtëpinë e Izraelit dhe me shtëpinë e Judës, jo si beslidhja që bëra me etrit e tyre, ditën që i mora për dorë për t'i nxjerrë jashtë nga toka e Egjiptit, sepse ata nuk qëndruan në beslidhjen time dhe unë nuk u kujdesa për ta, thot Zoti. Dhe kjo do të jetë beslidhja që unë do të bëj me shtëpinë e Izraelit pas atyre ditëve, thot Zoti. Unë do t'i shtije ligjet e mia në mendjet e tyre dhe do t'i shkruaj në zemrat e tyre dhe do të jem perëndia i tyre dhe ata do të jenë populli im. Dhe nuk do të mësoj gjithkush të afërmin e tij dhe gjithkush vëllan e tij duke thënë njihe Zotin, sepse të gjithë do të më njohin nga më i vogli e deri te më i madhi prej tyre, sepse unë do të jem i mëshirshëm për padrejtësitë e tyre dhe nuk do të kujtoj më mëkatet e tyre dhe paudhësitë e tyre. Duke dhënë një beslidhje të re, ai e vjetroi të parën, edhe ajo që vjetrohet dhe plaket është afër zhdukjes.